dashur qytetarë dhe qytetarë, këtu takova Altin Troplinin, i cili po pinte një kafe me Mek Gonigalin. Dhe Gonigal po e përgëzonte, po jipte një çmim atë të armikut të egër të pluralizmit politik. Në duar Mek Gonigal kishte dosin e Arubës dhe urdhëronte që ta fshehesh paftyrësisht, si të ke fshehur gjithë këto vite, dhe bën që qytetarët shqiptar të mësojnë për një nga aktet më kriminale në historinë e një shteti, takimin në rrubat të qytetarëve, të qeveritarëve shqiptar. Bën që shqiptarët të mësojnë për Arubën nga prokuroria italiane, të mësojnë për Arubën nga gjykata belge, kurse ky llum njerëzor që ka integritetin e një kriminali fsheh një nga skandalet më të mëdha në historinë e një shteti. I them, natyrisht ky është një peng i parave të krimit që ka la dhe ka shtruar në pronat e tij dhe nuk i justifikon. Por këto kisha për sot, për Altin Troplinin,